Para disa ditësh, opinioni u njoftua me lajmin e gëzuar se reja e ish-presidentit Rugova, Blerina Klokoqi-Rugova, do të dizajnoj uniformat e reja të ushtrisë së Kosovës. Lajmin për këtë e ka ndonë vetë në rrjetet sociale dizajnerja në fjalë e madje, ajo u shpreh krenare dhe e lumtur që i është dhënë një privilegj i tillë. Po realisht, ky privilegj duket të jetë edhe i kushtueshëm për shtetin. Në kontratën që e ka parë lajmi.net, kemi marrë vesh se kontrata në fjalë e lidhur mes Ministrisë së Mbrojtjes dhe kompanisë bukur të Blerina Rugovës ka vlerë prej 18.990 euro. E njëjta, që specifikohet, është të ndarë në 3 pjesë. Pra, do t'jetë pjesa e parë dizajnimi i uniformës kamuflazh të FSK-s, dizajnimi i emblemave dhe gradave si dhe dizajnimi i kojnave dhe dhuratave në kuadër të ushtrisë dhe Ministrisë së Mbrojtjes. E po dikujna mundet m'ju duk ndoshta shumë e madhe kjo 19.000 euro të jepën veç për dizajnim, mirë po që në realitet është një punë dhe përgjegjësi e madhe që dizajnerja Klokoqi-Rugova ka para vetës. Sipas specifikave të kontratës, kompania bukur do të duhet të dizajnoj këto lloje uniformash. Uniformën kamuflazh, uniformën e punës për meshkuj dhe femra, uniformën e punës për atashe, uniformën e kadetëve, të pilotëve, të ballës për meshkuj dhe femra, të togut të nderit, të togut ceremonial dhe uniformat sportive. Pastaj, ajo do të duhet të dizajnoj challenge coin apo coine që simbolizojnë forcën e sigurisë së Kosovës. E në fund të kontratës specifikohet se bukur e Blerina Klokoqi-Rugovës do të dizajnojnë edhe 3 lloje të dhuratave. Pra, të gjitha këto shërbime dizajnimi në një kontratë të përmbledhur prej 19.000 eurosh. A është shumë a pak për një dizajnere si Blerina Klokoqi-Rugova, vlerësoni ju vetë. Puna jeme është veç me ju tregu sa pare i ka fitu prej shtetit kompania e kësaj dizajnerje në zë. E ajo që ja vlen mu theksu në lidhje me karrierën dhe pozicionin në të cilin gjendet kompania bukur e dizajnerës Klokoqi-Rugova, është fakti se e njëjta ka qenë e përmendur shumë në botën e showbizit së fundme. Kjo për shkakun se e njëjta firmë është përkujdesur që nga fillimi për rrobat e gjestit, që është ndruar në një fenomen të Big Brother, e nga i cili Klokoqi-Rugova ka fituar një reklamim të fortë e të vazhdueshëm. Vlen me u theksu gjithashtu fakti se në kontratën e lartë përmendur, pra të bukur dhe Ministrisë së Mbrojtjes, është e përfshirë edhe një kompani tjetër me emrin Fabrikated GmbH, pra si grup operatorësh që janë shpërblyer me kontratë nga Ministria e Mbrojtjes bashkë me kompaninë e dizenjatorës që e përmendëm. Tash që shedojnë tallin, është puna e tyne. Pak e gare se jo, veç inshallah ju ka ecë mirë dizajnimi se me këtë uniform po shpresojmë që kemi me hinë në natën në të ardhmen jo shumë të largët.